i tha këtë javë qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të mos përzihet në politikat gjermane dhe evropiane të migracionit. Politikat e migracionit janë çështje tona, nuk na duhen çortime nga jashtë, tha kancelari gjerman Merz në një debat të përgjithshëm në Bundestag. Ai tha se Gjermania është në rrugën e dur dhe se po punon për një politikë të re të përbashkët evropiane të azilit me forcat e veta. Një tjetër çështje shkaktoi tensione midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Gjermanisë, plani amerikan me 28 pika për paqen në Ukrainë. Versioni fillestar i planit parashikonte lëshime të gjera ndaj Rusisë, derisa vendet evropiane arritën që të zbutnin në negociatat në Gjenevë. Merz paralajmëroi se vendimet për sigurinë e Evropës mund të merren vetëm me pëlqimin e Evropës. Ai theksoi se Evropa nuk është lodër në duart e të tjerëve, por aktor sovran me interesa dhe vlera të veta. Një nga temat kryesore që dominoi këtë javë politikën në Berlin ishte buxheti i vitit 2026. Buxheti parashikon 525 miliardë euro shpenzime, ndërkohë që të ardhurat llogaritet të jenë 427 miliardë euro, pra një boshllëk prej 98 miliardë eurosh. Pjesën më të madhe të kësaj bare financiare zën pensionet që marrin rreth 24% të buxhetit. Megjithse niveli i pensioneve me 48% është nga më të ultit në Evropë, shteti duhet që të injektojë çdo vit 10 miliarda euro nga tatimet për ta mbajtur këtë nivel. Ministri gjerman i Shtetit për Evropën Günther Kriechbaum ishte këtë javë folsi i nderit në pritjen e ambasadës me rastin e ditës së flamurit. Shqipëria është një partnere e qëndrueshme euroatlantike tek e cila mund të mbështetemi plotësisht. Prej kohësh shohim një përputhje 100% me qëndrimet tona dhe kjo tregon se Shqipëria jo vetëm që dëshiron të bashkohet plotësisht Evropës dhe strukturave euroatlantike, por është tashmë brenda duke dhënë impulse dhe për vendet e tjera të rajonit, tha ministri gjerman i Shtetit për Evropën Günther Kriechbaum. Por ai nuk harroi që të bënte edhe pak humor me egzotizmin e Shqipërisë, duke kujtuar se nganjëherë teksa udhëton në rrugët e Shqipërisë mund të befasohesh në delet që të dalin përpara. Me dele apo me dhinj një gjë është e qartë. Rrugëtimi i Shqipërisë drejt BE-s është i pandalshëm.